Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj janar, edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një vit sa më të mbar të gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, videot e vitit 2026, por dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Por ju mund të ndiqni dhe ashedenen tuaj ku e keni. Atëherë shohim se si do jetë muaj janar edhe në lidhje me shenjën tuaj. Dielli ka hyrë në shenjën e Briciapit, jemi në energjinë e Briciapit dhe ja të shohim Atëherë shohim javën e parë. Në javën e parë ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi ju shoh që jepni edhe merrni. Ju mund të jeni midis dy personave dhe jepni merrni këtë dashuri, dëshironi ta jepni te një person që vërtet e dashuroni, por është edhe një periudhë ku ju dëshironi të vendosni një ekuilibër në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, sepse shoh një pjesë prej jush jeni duke ndihmuar dhe fëmijët tuaj ose mund të jetë edhe kundërta, por është edhe një fillim viti që ju merrni disa para, por ashtu si merrni ashtu dhe i shpensoni. Edhe pse shoh që ju ndoshta dëshironi të vendosni, sepse jemi te energjia e tokës, vendosni një lloj balance, një lloj ekuilibri në lidhje me situatat e ndryshme që ju keni kaluar, sepse shoh që dëshironi të jeni më praktik gjatë fillimit të këtij viti. Duke mësuar nga situatat e kaluara që ju keni kaluar dhe duke vendosur një lloj disipline në lidhje me këtë gjë. Në lidhje me pjesën e personave që janë në një njohje, japin dhe marrin me këtë person, shoh një takim, festime, por ju shoh edhe shumë të lumtur. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do investoni më shumë në marrëdhëniet tuaja, në çift, në familjen tuaj, do arrini të stabilizoni situatat dhe ju shoh shumë të gëzuar në familje. Për një pjesë tjetër do keni një takim me një person, do jeni duke e festuar, do ndjeni shumë entuziast, do hidhni themele të forta në lidhje me një dashuri dhe kjo gjë mund t'ju bëj që ju edhe ta prezantoni këtë person në familjen tuaj. Por shoh edhe një mbështetje nga familja në lidhje me këtë dashuri. Ndërsa nga ana ekonomike do arrini të stabilizoni situatat, sepse shoh që keni marrë eksperjenca nga e kaluara juaj, ju e keni, dielli është në shenjën e Briciapit dhe ju e keni në shtëpinë e 6. Në shtëpinë e 6 ka lidhje më tepër me anën tuaj shëndetësore, fizike, me shëndetin tuaj, por edhe me situata që ju keni mësuar nga e kaluara. Kështu që ju do arrini të ekuilibroni shëndetin tuaj, ta stabilizoni. Për gjithë ata që kanë lidhje me studime, do arrini të stabilizoni studimet tuaja. Anën ekonomike, duke marrë dhe ndihmë nga personat familjes, të shoqërisë tuaj, por ju shoh që do një çlirim dhe do ndiheni shumë mirë, por mund të keni dhe festime në familjen tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me 4 energji, që është dhe energjia juaj, Tarota e Fatit, është energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Luanit dhe Virgjëreshës. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi Fati do t'ju ndihmojë në lidhje me një dashuri, me një takim, me një person që ju dëshironi ta finalizoni. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me një shtëpi, me një zhvendosje, me kontrata të ndryshme që mund të keni. Dhe Fati vërtet ju ndihmon dhe në lidhje me këtë.
ose edhe në stabilizimin e marrëdhënieve tuaja, por dhe nga ana në lidhje me karrierën tuaj. Dhe ju shoh shumë të kënaqur, sepse fati do jetë në anën tuaj në fillim të javës së dytë dhe në mesin e javës së dytë ju shoh që ju do ndjeni të çliruar, do ndjeni më mirë me veten tuaj, por në fund të javës të dytë ju do ndjeni pak të lodhur. Ndoshta do jeni duke menduar rreth çdo situate dhe do mendoni si të jepni drejtim tani, sepse fatin e keni me vete. Dhe këtu flasim në lidhje me një njohje, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, si t'i stabilizoni, në lidhje me studimet tuaja, ose ju do mendoni për të pasur dhe ide të tjera edhe në lidhje me studimet, por dhe me shëndetin tuaj. Duhet keni kujdes pak me shëndetin në fundin e javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energjinë e shenjës tuaj, sepse kemi energjinë e diellit këtu që përfaqësoni ju. Dhe kemi energji të shenjave të zjarit. Gjithsesi, në fillim të javës ju shoh që do t'rregojeni pak të mbyllur, sepse ju dëshironi të jepni drejtim, keni nevojë të bëni një pushim, të qetësoheni nga situatat e kaluara që keni pasur, dhe ju shoh sikur nuk dëshironi të ndani planet dhe projektet tuaja me persona të tjerë, por dëshironi t'i mbani brenda vetes tuaj për t'i dhënë drejtim. Gjithsesi, shoh që ju do merrni dhe një shumë të konsiderueshme parash, dhe kjo gjë më falni, dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të mendonin të hiqni disa kursime në një rast, ose të investoni diku në një punë, në një projekt, në një bashkëpunim, dhe shoh që do t'i shikoni gjërat më qartë në lidhje me këtë gjë. Por ju shoh edhe shumë të mbyllur në dashuri, të mbyllur ndaj gjërave që ju keni, nuk dëshironi t'i ndani me persona të tjerë, sepse ju do t'i shihni gjërat më qartë, do t'i shihni gjërat si në dritën e diellit. Ndërkohë, në mesin e javës shoh që mund të jetë lindja e një fëmije për një pjesë prej jush, për gjithë ata që janë ato nëna që janë shtatzan. Për pjesën tjetër shoh një shkëlqim, sharm, ju do jeni në energjinë tuaj, në energjinë e diellit. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të jeni në qendër të vëmendjes, të shkëlqeni në familje, të shkëlqeni në punë, të shkëlqeni në rrethin tuaj shoqëror, por edhe kudo tjetër. Dhe në fund të javës shoh që ju do jeni në lëvizje. Për pjesën e personave që mbani të mbyllur një dashuri, sepse shoh disa prej jush mund të jenë midis dy personave, ju shoh që do mendoni për të shkuar drejt këtij personi. Ndërkohë jeni të vendosur në qëllimet tuaja, keni shumë pasion në këtë dashuri, dhe ky shkëlqim që merrni, domethënë ju nuk do t'i rezistoni dot këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh në lëvizje në momentin që gjërat i shikoni qartë, në lidhje me një kontratë, me bashkëpunime të ndryshme, në lidhje me anën tuaj ekonomike, ju do jeni gjatë gjithë kohës në lëvizje. Ndoshta për të arritur ato qëllimet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do keni udhëtime, mund të jenë udhëtime pune të përditshme, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, është fundjavë, mund të shkoni dhe diku. Por mund të keni dhe kontrata në fund të javës. Por është një kontratë që ju do të tregoni të mbyllur, nuk do ta tregoni këtë kontratë që ju do keni në fund të javës. Dhe vazhdojmë në javën e katërt. Dhe këtu erdhi një energji fantastike, ju keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, të zjarit, që jeni dhe ju vetë, por dhe energjinë e shenjës së Virgjëreshës. Gjithsesi ju shoh që me këtë pasion që keni në fund të javës tretë, në fillim të javës së katërt do keni një takim me këtë person, do jeni duke shkëmbyer emocionet, duke shprehur dashurinë me njëri tjetrin. Dhe shoh që do jeni në komunikim të vazhdueshëm me këtë person. Ndërkohë shoh lajme të shpejta nga personi, udhëtime që mund të keni, ju do veproni shumë shpejt në lidhje me një dashuri, ndërsa për pjesën tjetër është një dashuri që ju keni bërë shumë durim.
ndoshta për t'i kthyer edhe ato gjërat negative që mund të kenë ndodhur midis dy personave që janë në njohje ose në lidhje, për t'i parë më pozitivisht. Ndërsa për pjesën tjetër ju shoh më të konsoliduar, me një komunikim më të mirë, flasim për gjithë ata që janë në njohje, lidhje ose marrëdhënie. Dhe përsëri dhe ju keni bërë durim në lidhje me disa situata, por ju shoh shumë pozitiv, do t'i trajtoni gjërat më pozitivisht në fund të muajit. Dielli hyn në shenjën e ujorit në këtë periudhë. Gjithsesi, për pjesën tjetër do keni kontrata të rëndësishme, sepse ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës, ju do mendoni të investoni diku. Dhe do keni lajme të shpejta, do veproni shumë shpejt, mund të jetë një kontratë që është në distancë për një pjesë prej jush, ndërsa për pjesën tjetër ju shoh që mund të keni lidhje shumë të fortë me internetin, në rrjetet sociale, por mund të aplikoni me emaile edhe në lidhje me një punë, me studimet tuaja, ose të merrni informacione të ndryshme nëpërmjet emaileve, dhe do keni lajme të mira aty dhe do filloni të veproni shumë shpejt. Por është diçka që ju keni bërë shumë durim. Këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme, në lidhje me punën, me karrierën nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me studimet tuaja, ose edhe në lidhje me anën tuaj shëndetësore, ku çdo gjë do ta bëni nëpërmjet internetit. Ju mund të lini një takim aty, mund të merrni një përgjigje të analizave tuaja ose diçka tjetër. Gjithsesi, është një muaj fantastik edhe për ju, dhe do marrim një mesazh nga angjëjt. Do shohim se çfarë mesazhi ju japin. Angjëjt për muajin janar. Atëherë, edhe mesazhi është fantastik, ju do jeni shumë romantik gjatë kësaj periudhe, por është thot një dashuri, thot, është një hap para një bashkëtese, para një fejese, para një martese. Domethënë është muaj i tillë që ju vërtet do jeni shumë romantik, por ka lidhje shumë edhe me pjesën e dashurisë. Është e nevojshme, thot, që ju të jeni më sistematik në lidhje me këtë person. Dhe të bëni zgjedhjet tuaja gjatë kësaj periudhe. Sepse mund të keni dhe një ofertë nga ky person. Mund të kërkoj ky person që ju të keni një bashkëtesë, një fejesë, një martesë, varet nga personi që keni në jetën tuaj. Ndërkohë, kjo tregon që do keni lajme të mira në lidhje me punën, është e nevojshme që ju të bëni lëvizjet e duhura gjatë kësaj periudhe, sepse mund të jetë dikush që t'ju ofrojë një ofertë ose një mundësi më saktë. Një mundësi në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ose mund të jetë një mundësi në lidhje me studimet tuaja, me aplikime të ndryshme që ju mund të bëni gjatë këtij muaji. Gjithsesi, është një muaj fantastik, fati ju ndihmon, ju do t'i shikoni gjërat qartë, do keni shkëlqim, sharm gjatë këtij muaji, por ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme, por do keni dhe kontrata të ndryshme dhe partneritete gjatë këtij muaji. Është një muaj vërtet fantastik në lidhje me ju. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj, sepse jeni një nga shenjat më me fat për vitin 2026, dhe kjo duket shumë qartë edhe që në fillim të muajit janar. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj dhe një herë të ndiqni videot e vitit 2026, jeni një nga shenjat më me fat, mirë është ta dëgjoni atë video. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por edhe një mbazdite sa më të